Mirëditë të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë për mediat këtu në shtëpinë e futbollit. Jemi me trajnerin Silvinjo, i cili ndërkohë ka shpallur edhe listën e lojtarëve të grumbulluar për 2 ndeshjet e fundit të Nations League ndaj Çekisë me 16 nëntor dhe ndaj Ukrainës me 19 nëntor, të dyja ndeshjet që do të luhen në Albania. Do ta nisim herë me pyetjet për trajnerin Silvinjo. Atëherë pyetja e parë, Tode. Janë 28 futbollistë, ndoshta ndonjë prej tyre është edhe në listën e pritjes, apo janë të gjithë që besoni se do grumbullohen? Kemi edhe informacion se dikush prej tyre është i dëmtuar. Dhe faktikisht në ndeshjet nga ndeshjet nëntore, do të arrijmë atë votin e parë. Abbiamo 28 giocatori, sono alla waiting list o ci sono tutti ai tiro che possono giocare? E cosa aspettate di queste 2 partite? Possiamo avere il primo posto del gruppo? Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Si kalove çuna. Ogni volta gozza, anche, certo. Buongiorno a tutti, il senso è vero, mi ha fatto ridere un po' il 28, ma è quello che si spiega facilmente. Noi abbiamo 5 diffidati, abbiamo 2 gare a casa, non andiamo in trasferta, non c'è aereo, non c'è niente, abbiamo tutto qua molto vicino, una bella città sportiva, un bel albergo, un bel campo. Poi abbiamo deciso di portare il massimo calciatori possibile. Dopo diffidati, che io l'ho detto, sono 5, abbiamo 3 calciatori che ancora è un po' grigio fra il dottore, fra il calciatore, abbiamo sentito qualcuno anche fra Stesina e la società, dobbiamo capire meglio la situazione di Kumbula, di Manai, anche di Keidi Bare. In questo momento è molto giusto, ragazzi, da capire, portare i calciatori, vediamo che succede, com'è, se è in grado da giocare o no, che possiamo fare. È quello un po' la lista di 28 calciatori. Sì, quanto riguarda la seconda parte della domanda sì. Certo che possiamo, come tutti gli altri, prendere il primo posto, ma in questo girone, l'ho detto, può succedere tutto. Georgia viene qua, ti batti, noi andiamo là, battiamo Georgia. Ragazzi, sono 4 nazionali che hanno giocato l'Europeo. C'è qualità, c'è calciatori che giocano in Premier League, Bundesliga, sono calciatori forti che giocano in lighe importanti e hanno fatto un Europeo. Può succedere tutto. Noi abbiamo un vantaggio adesso di fare a casa tutte e 2 gare. È un piccolo vantaggio, certo, ma è un buon vantaggio. Po, është e vërtet që kemi marrë 28 lojtarë, por dua të kujtoj që 5 prej lojtarëve tanë janë me një karton të verdhë dhe menduam, duke qenë se ne kemi të dyja ndeshjet në shtëpi, nuk kemi nevojë të bëjmë transferim, nuk kemi transfer, nuk kemi nevojë të udhtojmë me avion. Këtu kemi një qendër sportive shumë të mirë, hotel të mirë dhe mendojmë që të marrim maksimumin prej lojtarëve. Rikujtoj edhe një herë që kemi edhe 3 lojtarë për të cilët është paksa gri diskutimi, duke qenë se jemi vazhdimisht në diskutim mes doktorit tonë Stesina edhe klubit ku lojtarët luajnë, bëhet fjalë për Kumbullën, Manaj dhe Keidi Baren, por ne duhet të kuptojmë pak më mirë akoma situatën e tyre. Kemi vendosur që t'i ftojmë lojtarët dhe të shikojmë nëse do të kenë mundësi të luajnë apo jo. Për sa i përket pyetjes së dytë, mendoj se si çdo ekip tjetër në këtë grup mund të jemi të parët, çdo gjë mund të ndodhë në këtë grup. Të 4 janë ekipe që kanë luajtur në Europian, janë ekipe me lojtarë cilësor, të fortë, ekipe ku lojtarët luajnë në Premier League, në Bundesliga dhe çdo gjë mund të ndodhë. Sigurisht ne kemi një lloj avantazhe të vogël sepse luajmë në shtëpi, por gjithsesi çdo gjë është e hapur. Rexha. Përshëndetje, Nisër Gjasë. Kemi probleme i pyetje me Mamet, ndërkohë që Daku nuk luan në ndeshjen e parë. Muçi po kalon një formë mirë, ashtu si dhe Bajrami. Përpara këtyre 2 ndeshjeve, kemi më shumë lidhje koke kush do të jetë në fush apo kush nuk do të jetë. Secondo Muçi sta facendo bene adesso, anche Bajrami sta giocando bene,
se non è tanto sicura per Manaj e anche Manai c'è un altro calciatore lì. ma c'è per lei dolore di testa più di quello che giocano o quello che non possono giocare? Un po' di testa, un mal di testa, meglio, per un allenatore è sempre buono, ma sempre, da tutta la vita. Questo è un momento importante per la nazionale, un'altra volta per il paese. Da dire, in un girone come questo, arrivare vivo è importante. È importante. Ucraina è forte, Georgia è forte, abbiamo visto, ha fatto una bellissima Eurocopa, Georgia, i cechi è forte, infatti sono il primo in girone. Quanto riguarda il calciatore, andiamo alla domanda. Questo momento Manai, per esempio, abbiamo detto qua, Manai è 2 settimane che non gioca. L'ultimo minuto di una gara ha segnato e viene fuori, da 14 giorni che non gioca. Che di Bari è più o meno uguale, lui è 13 giorni che è lì, ha preso una botta al ginocchio, non sappiamo, ma andiamo al calciatore. Sì, per me è meglio, più calciatori abbiamo forte, quello ci dà anche la spinta per andare in avanti, senso loro due forti, per esempio Mucci, un bel momento, ha segnato l'altro giorno 3 partite di fila, sono molto contento per lui, ma per tanti altri. Bayrami sta facendo molto bene a Rangers. Dopo vediamo tanti altri calciatori e mi ricordo adesso, fra virgolette, Mucci, più di un mese, io ho fatto una visita a lui, nessuno sa, solo io, lui. È un momento che non era bellino per lui, ma questo è il nostro lavoro anche, ogni tanto si deve uscire, andare fuori, fare una chiacchiera, un buon caffè, sentire il calciatore, abbracciarli. Abbiamo fatto il momento duro, difficile, anche un trasferimento di un calciatore come Mucci è difficile, cambia tutto, cambia l'idioma, cambia metodologia di lavoro, cambia un paese. Abbiamo detto, sono molto contento che lui sta facendo bene, tanti altri, per me male di testa è buonissimo, più calciatori forti abbiamo in forma, meglio. Për mua kjo dhimbje koke është dhimbje koke e mirë sepse çdo trajner dëshiron që të ketë hapësirë dhe mundësi për lojtarë të ndryshëm. Është një moment i rëndësishëm ky për kombëtaren edhe për gjithë vendin, por grupi është i tillë edhe që të mbetesh gjallë, që të mbetesh në lojë është shumë e rëndësishme në këto momente. Të treja ekipet janë shumë të forta, Ukraina ka lojtarë të fortë, Gjeorgjia po ashtu është një ekip i fortë bashkë me Çekin dhe ka bërë mirë në Europian. Ndërkohë duke u kthyer tek lojtarët, Manaj ka 2 javë që nuk luan, specifikisht 14 ditë, në minutën e fundit u zëvendësua, doli nga loja pasi kishte shënuar. Bare po ashtu ka marrë një goditje në gjuhë dhe ka 13 ditë që është jashtë fushave. Por për neve, sa më shumë lojtarë që të kemi, më shumë mundësi duke referuar pyetjes për Muçin, sa më shumë lojtarë të kemi, më shumë mundësi në na shtyjmë përpara që të ecim më mirë. Muçi është duke kaluar një moment shumë të mirë, ka shënuar, po luan rregullisht, po ashtu dhe Bayrami po bën shumë mirë me Rangers në Skoci. Përpara një muaji, ju nuk e dini këtë informacion, por unë kam shkuar për të vizituar Muçin. Në ato kohë nuk ishte një moment shumë i mirë i lojtarit. Eri theksoi që transferimi është gjithmonë i vështirë për një lojtar, ndryshimi i gjuhës, ndryshimi i vendit, përshtatja me ambientin, por kjo është puna jonë që ne të suportojmë lojtarët edhe të shkojmë, bën një bisedë të shkurtër, një përqafim në mënyrë që të rritet motivacioni. Por është dhimbje koke që unë e preferoj. Sabino? Përshëndetje, Sabina Metele të Shesport. Mister, duke qenë se keni një listë të zgjeruar, ndoshta mund të kishte dhënë për një emër siç është ai Kristian Shtendit, i cili është goleshënuesi më i mirë në Serie B, apo ke pasur parasysh në këtë listë differenzish këtë më tonë? Siccome lei ha portato tanti giocatori più delle altre volte, poteva essere un posto per Christian Stendi, siccome lui sta facendo bene? Sì, nel senso un calciatore, qua c'è una cosa molto bella che sta succedendo. Noi abbiamo preso tantissimo calciatore dell'Under 21. Abbiamo fatto già con Mario è un bel esempio, Simone da noi un'altra volta, Fetai. Mi dispiace per un calciatore importante, ragazzi, che Pajasic
anche ho sentito il calciatore, ho parlato con lui, infortunio un po' da 4-5, lui ha detto 5 settimane, mi dispiace perché è un bel calciatore forte lì nell'Under 21. Adesso abbiamo 6-7 calciatori che già non giocano con l'Under 21, lui è uno di loro, ma portare per portare no, noi dobbiamo portare in questo momento. Chi d'acqua è squalificato la prima gara, ma è la seconda. Tuzzi già ha fatto 15 minuti con Sparta Praga, è rientrato perché aveva un piccolo infortunio. Manai ha una possibilità di rimanere da noi, lì si diventa difficile. Portare un calciatore per portare chi forse non fa né allenamento di una maniera un po' giusta, secondo noi non ci sta, ma è un calciatore che sta segnando, è forte, è buono dentro l'area, e l'unico problema è che noi, se un giorno prendiamo uno, dobbiamo capire bene chi ne è, perché sono fratelli, lì si fa un bel casino fra due, prendiamo tutti e due, scherzo, tutti e due sono buoni calciatori, sono calciatori lì, il 9, uno un po' più forte o all'altro un po' più mobilità, forse in un futuro. Po, këtu në fakt po ndodh diçka shumë e bukur me kombëtaren, duke qenë se po marrim shumë lojtar nga kombëtarja U21, rikujtoj Marion, Simon Simonin, Fetajin, edhe një lojtar për cilin më vjen shumë keq se momentalisht është i dëmtuar, Pajaziti, i cili sipas diskutimeve duhet jetë jashtë fushave të paktën 5 javë dhe është një lojtar shumë i mirë. Pra kemi, po ndërkohë tek U21 janë 6-7 lojtarë të cilët nuk luajnë më sipas moshës, edhe nuk mendojmë që është gjëja e duhur t'i marrim lojtarët vetëm sepse duhet t'i marrim ata. Rikujtoj që Tuci në shën e fundit u aktivizua dhe luajti 13 minuta me Spartën. Manaj ngelet për të diskutuar, për të analizuar situata e tij. Dhe nuk mendoj që është zgjedhja më e mirë që ne ta marrim të merrnim në këtë rast Kristian Shpendin vetëm për ta aktivizuar. Është lojtar shumë i mirë, është i fortë, është i mirë në zonë, por në formë shakaje thotë që janë të dy vëllezër, kanë cilësi të ndryshme. Njëri është pak më i fortë, tjetri është më i shpejt në lëvizje, dhe ndoshta i marrim të dy në momentin që i marrim, por kjo është në kuadër të shakas. Kristi? Nisem dëgjuam komentin tuaj për çekimin për Ukrainën, një autor të forta. Por të flasim pak për këtë komentar. Nëse për një moment nuk ishte trajneri Xhekis, çfarë do të thotë lojtarëve këtu për Shqipërinë? Che ha detto suo allenatore? No. L'abbiamo ascoltato a lei parlare di Cecchia, di Ucraina, di Georgia, ma parliamo adesso della nostra nazionale. Se lei sarà allenatore della Cecchia, cosa le dirà ai suoi giocatori per Albania? Io ho dimenticato anche l'anteriore, Medon Berisha, per capire ragazzi, è importante, Medon Berisha è stato anche con lui ha 50 giorni fuori dal campo, una recidiva, un infortunio che non recupera, magari possa rientrare veloce, è giusto al momento, non riesce a farcelo, poi è un altro calciatore dell'Under 21. Rikujtoj edhe një lojtar tjetër të grumbulluar më parë, Medon Berisha, i cili ka 50 ditë që është jashtë fushave. Në fakt ai pati një ridëmtim, një lloj relapsi që i është rikthyer një dëmtim. Shpresoj që të rikthehet më shpejt sepse është lojtar i rëndësishëm. Ma quanto riguarda la domanda meglio, perché adesso andiamo in gara che è quello che vogliamo noi. Io non so dell'altra parte, io so che devo dire ai nostri calciatori. Noi andiamo a affrontare una gara difficile, molto dura, molto difficile, ma dobbiamo lavorare di più, dobbiamo lavorare come mai in vita. Questa è una settimana, 4-5 giorni di allenamento che dobbiamo fare forte, bene, da capire bene chi dobbiamo fare in gara, chi non dobbiamo fare in gara, andare lì con anima, cuori, come sempre, e provarci. Io so che devo dire ai nostri calciatori, sarà dura, ma noi siamo in grado, abbiamo fatto già un giorno e perché no? Dobbiamo andare forte al campo, anima, cuori, e quello non ci mancherà mai. Abbiamo nostra gente che ci supporta tantissimo, ci dà un bel appoggio e è quello che noi dobbiamo fare.
Nuk di të them momentalisht, di se çfarë duhet ju them lojtarëve të mi, këto do të jenë ndeshje të vështira, sikur më përpara është një grup i vështirë edhe ne do duhet të përgatitemi shumë mirë. Kemi 5 ditë për të bërë stërvitje dhe për të kuptuar se çfarë duhet bëjmë edhe çfarë nuk duhet të bëjmë në fushë, por ajo që mund të siguroj është që gjithmonë me zemër dhe me shpirt duhet të provojmë që të bëjmë mirë, duke qenë se këto të dyja nuk na kanë munguar asnjëherë, dhe ndërkohë kemi shumë njerëz dhe tifozë që na suportojnë gjithmonë. Ernest Oqer për televizion. Në këto të ndeshje, kemi dy sulmuesi Broja dhe Mane që është në pikpyetje, por kemi Muçin dhe Uzunin që kanë shënuar gola. Është momenti që këto lojtarë të cilët nuk janë aktivizuar shumë, që marrin këto minuta dhe avlin gola që ato shënojnë për kampionato. Come nelle queste due partite noi non abbiamo un attaccante come Zoya e anche Mane che potrà essere infortunato. C'è il momento per Uzuni e per Muçi che stanno segnando, c'è valore nei suoi gol che stanno facendo? Bravo. Ci sta, questa è una domanda in quanto è vero, Manai dobbiamo capire, e più o meno come abbiamo detto, dobbiamo vedere. Ho sentito, ho parlato, vediamo come ci arriva e se ce la fai o no, vediamo. È giusto, abbiamo Dacqui squalificato, Tucci ha fatto una molto buona gara, ma noi dobbiamo lavorare, è giusto. Senza 2 o 3 calciatori che è un riferimento per noi come un 9, come un attaccante, certamente Uzuni, Muçi è giusto, è un calciatore che dobbiamo provarci, in senso da capire, da parlare. Uzuni no, Uzuni è un seconda punta, è un attaccante, è molto abituato a farlo, ma Muçi no, Muçi è un trequartista che fa di esterno di sinistra, ma che anche le ultime 3 gare con il Besiktas ha fatto di esterno di destra. Poi è un attaccante che Muçi ha bisogno di spazio, di mobilità. Uzuni è più attaccante, più dentro, ma è giusto da capire un po' che abbiamo di calciatori come caratteristica da fare, vedere se possiamo utilizzare in gara e provare a ragionare sulla necessità che abbiamo. Forse sì, sono 2, anche c'è un terzo calciatore che può fare un attaccante quando non ce l'abbiamo un 9. Është e vërtetë dhe rrithem që situata e Manaj duhet të kuptuar, duhet vlerësuar që të marrim një lloj vendimi nëse ai do t'ja dalë që të jetë i gatshëm për ndeshjet. Ndërkohë Daku është i skualifikuar për ndeshjen e parë, Tuci ka bërë një ndeshje të mirë në ndeshjen e fundit. Kemi 2-3 lojtarë të cilët mund të luajnë si një nënç, por theksoj që Uzuni është më tepër sulmues i dytë, ndërkohë që Muçi luan më tepër si trekuartist. Tek ne është aktivizuar në krahun e majt, por ndërkohë tek Beşiktaş kohët e fundit po luan në anën e djathtë. Ndërkohë që nga cilësitë dhe karakteristikat e lojtarëve janë pak më të ndryshme, ndërkohë që Uzuni është pak më brenda, është pak më i përfshirë brenda, ndërkohë që Muçi mund të ketë hapësirë për të lëvizur jashtë zonës. Do të vlerësojmë karakteristikat e lojtarëve dhe nëse në varësi të nevojave që ne do të kemi gjatë ndeshjes, mund të aktivizojmë ta lojtarë dhe mund të përdorim një lojtar tjetër që mund të bëjë numrin 9. Përshëndetje, mister, Dea Kozma, 2 CNN. Sërish thrisni një talent si Fetaj në skuadër, është vetëm 19 vjeç, që keni marrë nga shpresat e Alban Bushit. Duke qenë se është hera e tretë, mos gaboj, që thirret paktën kombëtare. A mund të jetë pjesë e projektit të së ardhmes dhe a mund të ketë minuta deputimi për të? Ci provo un'altra volta. Përshëndetje. Oh là là, meglio, Sabina? No, ma... You can... No, too much. No, ci sta la domanda, nel senso anche... quello calciatore abbiamo detto oggi qua, c'è Mario, Adrian Bayram, Simoni, Aslani che è giovanissimo, Pagliasit, Medon Berisha, Fetai, Spendi, Ciunni, ma noi abbiamo tanti calciatori per il futuro, certamente. Adesso noi dobbiamo sempre rispettare il calciatore,
Noi siamo al limite del giovani, in senso di una squadra equilibrata secondo noi. Ci sta un'altra volta Fetai da noi perché è importante, ma noi non possiamo pensare che questa gente domani si diventano il titolare, è così, hai un processo, ma è giusta la domanda. Io sono assolutamente contento, felice del calciatore che abbiamo preso dell'Under 19 l'ultimo anno e mezzo, 2 anni. Sono calciatori che rispondono benissimo nella prima squadra. Anche dopo c'è giovani come Hoggia, Bayrami e Nedim, ancora molto giovani. È una squadra giovane che sta facendo bene. Noi dobbiamo lavorare indietro da equilibrare con i calciatori un po' più expert, più sì, c'è l'esperienza per equilibrare la squadra. Si që thashmë më përpara, ne kemi marrë shumë lojtarë nga kombëtarja U21, si për shembull Mario Mitaj, Ardian Bajrami, Simoni, Fetaj, Marvin Çuni, Shpendi, të cilët patjetër që janë lojtarë shumë të mirë dhe mund të na shërbejnë shumë për të ardhmen. Por dhe duhen respektuar, duhet të dhënë hapësirë të rinjve, por ne në këtë momente nuk mendojmë dot dhe nuk vendosim dot për këtë gjë, duke qenë se ka një proces në kombëtare. Unë jam shumë i lumtur me lojtarë që kanë ardhur nga U21 dhe janë përgjigjur shumë mirë kombëtares A, por ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe lojtarë të tjerë shumë të rinj në kombëtaren tonë. Bajrami, Hoxha janë akoma ende lojtarë shumë të rinj. Ne jemi munduar të krijojmë një lloj ekuilibri në kombëtare mes lojtarëve që kanë eksperiencë dhe lojtarëve të rinj dhe besoj se deri tani kemi një kombëtare të re në moshë. Enrico Gaba, News Albania. Mister, 3 gola të shënuar, ndoshta janë shumë pak, pa llogaritur kundërshtarët, por në 4 ndeshje. Mos ndoshta së parja ju shqetëson kjo dhe mos ndoshta do të duhet ndryshuar pak mentaliteti, le të themi një skuadër që mendon më shumë për të shënuar se sa për të pësuar. Faleminderit. Sì, la prima cosa sempre è guardare l'avversario. Giorgio è una squadra che prende pochissimo gol, è vero che dopo nell'Europeo Mairona in Spagna, ottavo finale, ma Giorgio è una squadra molto ben schierata, molto tattica, forte fisicamente. Ucraina uguale, i Cecchia è una squadra forte, sono tutti 4 i noi, certamente, parliamo poco da noi siamo lì, ragazzi, stesso livello di loro, non è mica semplice arrivare là, abbiamo fatto un percorso importante negli ultimi 2 anni, da essere lì con Cecchia e con Ucraina, sono una squadra molto forte, non ci concedono tanto, non è una squadra che ti guarda 15-20 minuti possiamo andare là a fare 3, praticamente no, anzi sono una squadra forte. Dopo dobbiamo capire anche noi non concediamo tanti gol, noi siamo una squadra che prendiamo poco, quello è giusto, è buono, poi la gara è sempre lì, io sempre praticamente dico al calciatori nostri, rimanere sempre in gara, rimanere nei gironi come oggi, arrivare qua senza possibilità di andare in avanti è triste, ma questo per arrivare qua oggi con 6 punti, ma abbiamo fatto tutti un lavoro di 3 mesi, 4, adesso dura, non è facile motivare il calciatore, c'è una Nations League, arriva ad un europeo, e non solo noi ma tutti, devi lavorare, andare forte, arrivare a casa con possibilità, ragazzi, quello secondo me tanta roba, io devo felicitare tutti i calciatori, stanno facendo molto bene, dopo si può migliorare, certamente, il staff può migliorare, certamente, il suo allenatore può migliorare, ma deve. Adesso io penso che stiamo facendo bene, andiamo agli scontri sempre con una squadra fortissima. Non è che vai là dall'altra parte e dici no, tranquillo, prendiamo 2-3 gol in 15 minuti. No, è un livello molto, molto equilibrato, è difficile. Noi aspettiamo due gare molto difficili, il 16 e il 19. Do të kemi parasysh edhe kundërshtarët në këtë rast. Gjorgjia është një ekip që poston shumë pak, sigurisht në Europian ndeshjen e fundit e kishte me Spanjën, por sigurisht që Spanja është në nivel tjetër. Është një ekip i organizuar, të gjitha ekipet e grupit janë shumë të forta, por ju rikujtoj që edhe ne jemi njësoj me ta, pra jemi pak a shumë njëjti nivel. Ne kemi bërë një rrugtim shumë të rëndësishëm në këto 2 vitet e fundit, por dua t'ju rikujtoj edhe që edhe ne si ekip nuk postojmë shumë gola.
Ndërkohë, për sa i përket kundërshtarëve, nuk janë kundërshtarë në të cilët ne mund të futemi në ndeshje në lojë dhe të presim që në 15 minutat e para të mund të shënojmë 1 apo 2 gola. Është e rëndësishme që ne të qëndrojmë në garë, kjo është ajo që na motivon. Rikujtoj që kemi marrë 6 pikë në këtë rrugtim deri më tani, kemi pasur punë të vështira dhe ndeshje të vështira, por nuk është shumë e lehtë që ti motivosh lojtarët. Kanë bërë një Europian, tashmë janë ndeshjet e Nations League, por unë mendoj dhe dua t'ju uroj lojtarët, ti falenderoj që kanë bërë një punë shumë të mirë, stafi po ashtu ka bërë një punë shumë të mirë. A mund të përmirësohemi? Sigurisht që duhet të përmirësohemi gjithmonë, por ritheksoj që grupi është në një nivel të ekuilibruar, janë ndeshjet vështira, na presin të dy kundërshtarë dhe ndeshjet vështira. Sina. Ervin Sina, Vision Plus. Ministar, për të rikthyer pak tek brendësia e ndeshjes së parë me Çekin. Çekia është ndër kundërshtarët që e njohim më mirë nga gjitha, sepse kemi zhvilluar 3 takime brenda një viti praktikisht. 2 takimet të zhvilluara në Çeki na ka vënë shumë vështirësi. Në Shqipëri fituam 3-0, por në analizën që besoj nëse kthehemi në retrospektivë mbajmë mend, ka qenë një kundërshtar që ne mund kemi pasur brenda dhe elementin fat për shkak të kartonit kuq të kundërshtarëve, një golit anulluar që ndryshoi edhe rrjedhën e ndeshjes. Besoj ju keni bërë analizën tuaj për një kundërshtar që ju ka krijuar kaq shumë probleme, sepse edhe në vitin e kaluar në Çeki barazuan përmes një goli nga jashtë zone shumë të bukur të Nedim Bajramit, aq më tepër që vuajtëm shumë edhe në ndeshjen përpara ndeshjen e fundit. Keni menduar të ndryshoni diçka në aspektin taktik përballë një kundërshtari që fizikisht ju imponohet kaq shumë? E para kjo, dhe e dyta, pyetje shumë e shkurtër për Arion Ibrahimovic, keni pasur kontakte konkrete me futbollistin e Bayernit Muniut apo jo? Anche la partita in Albania 3-0 è stata un po' di fortuna da parte nostra perché era un gol qualificato e anche un cartellino rosso. Avete pensato di fare qualcosa differente nell'aspetto tattico per questo avversario che fisicamente è difficile per noi? E la seconda domanda per Ibrahimovic, avete avuto contatto con lui, con il giocatore del Bayern Munich? Quanto riguarda la prima domanda, che te posso dire? Ti rifaccio, è stato facile per Cechia contro di noi? A ka qenë, ju i ribëj pyetjen unë, a ka qenë lehtë për Çekin ndaj nesh? Noi facciamo nostra analisi. Sì, ma è stato facile per loro giocare contro di noi? No. È stato facile noi giocare contro di loro? No. Lo che ho provato a dire è, ragazzi, noi forse non abbiamo capito. Giocare con Cechia a più o meno pari è dura, eh? Questo so c'è cresci sul chi cerni scerri provod. Kofal. Ostia. Sono gente forte. Adesso noi siamo, la gente sa chi ne è Nedim Bajrami oggi. Mario Mitai un anno fa, chi ne era Mario Mitai? Aslan è lì, bravo. Cioè, Ramadani, forte. Noi, la gente conosce noi adesso. Iniziarono a fare un studio di Albania. Adesso è quello che noi abbiamo migliorato tanto. Arrivare in Praga contro Cechia è durissimo, è giusto. Quella gara, io ti dico una cosa, 1-0 Cechia lì a Praga, Bajrami ha trovato un gol. Ma Bajrami è il nostro calciatore, è forte. Come Cerny, che è un mancino che gioca insieme a Bajrami, a Rangers, è un bravissimo calciatore. E andiamo alla parte un po' tattica, per dire che per me è un orgoglio con il nostro calciatore arrivare vivo in queste 2 gare, siamo vivi, e affrontare una Cechia che dall'altra parte dice guarda l'Albania contrasta, squadra tosta, c'è un Bajram, c'è quello.
Loro hanno fatto qualche cambiamento, hanno avuto un cambiamento di allenatori. È una squadra fisica, ha ragione te, è una squadra fisica forte, ma loro hanno fatto un cambiamento. L'attaccante Ciorri, non so se pronuncio bene il suo nome, è un calciatore che io ho imparato a Coverciano, quello con Olivieri, Renzo Olivieri. È un recattapalla, è uno che è un calciatore molto forte, difficile da giocare incontro. Dopo c'è Sulk, che lui ha segnato anche contro l'Ucraina, è un centrocampista, trequartista, ibrido, mezzala. Adesso andiamo alla parte molto tattica, forse è molto... ma e dopo c'è Provot di una parte, Cerni di un'altra, tutti e due i terzini vanno alti, una squadra forte, difficile da affrontare. E noi dobbiamo fare una bellissima gara se vogliamo vincere. Ma noi siamo orgogliosi in questo momento di arrivare a quasi pari o a pari con una Cechia, che uno di là dice la gara contro l'Albania è dura, è difficile. Nell'Europeo tutto il corpo tecnico di Spagna, posso dire tranquillamente qua, perché io sono lì, anche ho fatto un percorso in Spagna, conosco tanti lì, dopo la gara contro Spagna, ma tanti di loro hanno felicitato il nostro lavoro, il nostro calciatore, federata, tutte le guarda, belle squadre, schierata, tattica, con calciatori che non... Ma chi è quello calciatore? Dove ha trovato quello? Quello lì dove era? Spagna, dopo abbiamo perso, eravamo tristi, ma in quello girone arriva all'ultimo momento anche con possibilità di andare in avanti, ma ragazzi hai un percorso, non è che noi domani andiamo a Wembley a provarci a vincere Inghilterra 4-0, siamo tranquilli, hai un percorso, dobbiamo andare in avanti. Quanto riguarda la gara a casa, per me non è un colpo di fortuna, abbiamo fatto una bellissima gara. Colpo di fortuna vuol dire 3 centimetri, colpo di fortuna è campo, manda il campo. Una volta la palla c'entra, una volta non c'entra. Per esempio abbiamo perso la gara contro Georgia, ma un calcio, come fai per evitare un calcio? 90 minuti dopo abbiamo vinto là con un calcio, a Slani. Con Georgia anche tanto a pari, una squadra molto bene schierata, molto bene allenata. Ho felicitato il suo allenatore anche certamente per WhatsApp. Poi guarda, io sono orgoglioso in questo sentito, in questo senso. Scusami, adesso è lunga per te. No, ma lui mi capisce bene tutto l'italiano. Quanto riguarda ho capito, ragazzi, è dura, certo che è dura, ma abbiamo fatto un percorso importante da migliorare sempre. Quanto? Vediamo, mica semplice. Chiedo scusa. Si që nisëm në fillim, me pyetjen a ishte e lehtë për Çekin për të luajtur ndaj nesh, duhet të them që jo, nuk ka qenë e lehtë as për Çekin për të luajtur ndaj nesh. Me Çekin do të jetë një ndeshje e vështirë. Çekia ka lojtarë shumë të fortë, rendit disa emra lojtarësh cilët luajnë në klube të rëndësishme. Ka më përpara tashmë njerëzit e dinë se kush është Nedim Bajrami, ku luan, po një vit më përpara nuk e njihnin Mario Mitaj, ndoshta kishin pak informacion për Aslanin, Ramadanin, tashmë mendoj që ekipet e tjera po e studiojnë Shqipërinë. Në ndeshjen në Çeki, në ndeshjen e parë, Bajrami e gjeti vetë golin. Edhe ai luan në të njëjtin ekip tashmë me Çernin, i cili është një lojtar shumë i fortë, mëngjarash, është vështirë të jesh përballë atij lojtari. Mendoj që është një krenari që lojtarët të arrin të jenë gjallë edhe të mirë dhe të mund të përballen me Çekin që na shes si një kundërshtar i fortë. Kanë bërë ndryshim tek trajneri kohët e fundit të ekipit çek, por sidoqoftë janë një ekip fizikisht dhe taktikisht shumë i fortë. Çorni po ashtu është një lojtar i fortë edhe i vështirë për të luajtur kundër Soçuk e tjerë. Ne duhet mundohemi të luajmë mirë nëse duam që të arrijmë të fitojmë në këtë grup të vështirë, sepse mendoj që jemi pothuajse po ndeshemi si të barabartë me Çekin. Gjatë Europianit, pas ndeshjes me Spanjën, mund ta them, unë kam luajtur në Spanjë dhe kam kontakte, lidhje dhe kontakte akoma andej, edhe vazhdimisht na kanë uruar pas ndeshjes, na kanë uruar edhe
kanë bërë komplimenta për stafin, për lojtarët, më pyesin se ku e ke marrë këtë lojtar, ku e ke gjetur atë lojtar. Mendoj që kemi bërë një rrugtim shumë të rëndësishëm. Duhet përmirësohemi akoma më tepër, nuk mund të pretendojmë dhe të themi që ne do të shkojmë në Wembley për të mundur Anglinë, por rikujtoj atë 3-0 në Shqipëri, nuk mendoj se ka qenë fat. Fati është kur ti merr një gol për pak centimetra ose ke një shans të mirë. Ritheksoj që ne humbëm me Gjorgjinë në Shqipëri, po nga ana tjetër me një gol të Aslanit fituam atje pas 90 minutave. Do të jenë ndeshje të vështira, me Gjorgjinë na pret, me Gjorgjinë ishte një ndeshje e fortë edhe unë e urova edhe trajnerin Gjorgjan, por na presin ndeshje të vështira edhe duhet përmirësohemi. Gjani? Mister Sego Gjani, Supersport, stadiumi i shitur me check-in, thuaj se gjithë biletet shitura me Ukrainën, mendon që mund shërbej edhe si një formë presioni stadiumi plot të dy ndeshjet, apo ta merrni si shenjë karikimi për skuadrën për të marrë ndoshta 2 fitora? È giusto. Guarda come andiamo, stiamo crescendo. Quante volte questo stadio è stato pieno di tutte le gare? Praticamente con poche avversari. Per noi è bellissimo giocare con 22.000 persone, 25.000. Io penso che entra 25, presi meno, ma io penso che entra di più. Io penso di sì. Poi è una motivazione. Dopo al campo si va, si gioca, è calcio, è intrattenimento, è bello, è da sfruttare dentro del campo. La nostra gente fa il nostro campo un campo con un'atmosfera molto buona, molto buona. C'è un piccolo vantaggio, sì, ma un bel vantaggio forse, che possiamo sfruttare. Andare al campo con tutto pieno, quello già è una motivazione strepitosa per tutti noi. Poi ci lavoriamo 5 giorni forti e proviamo ad andare al campo a fare una bella gara. Ripeto che se vogliamo veramente aggiungere il nostro obiettivo dobbiamo fare una gara ma vicino al 100%. Ne jemi duke u rritur si ekip, do t'ju pyes se sa herë ka qenë i plot, ka qenë full stadiumi në këtë kohë, në pak ndeshje. Mendoj që në këto ndeshjet e fundit ka qenë sold out edhe mua më duket sikur hyn më shumë se sa 22.000 tifoz, por kjo është në kuadër çakas. Futbolli është argëtim, është i bukur edhe në këtë rast ne kemi një stadium me një fushë shumë të bukur që ka atmosferë shumë, krijon atmosferë shumë të mirë. Mendoj që është një avantazh i vogël që të dyja ndeshjet i kemi në shtëpi, edhe kjo jep dhe patjetër motivim ekstra lojtarëve. Ne do të punojmë për 5 ditë që të arrijmë të bëjmë 2 ndeshje të bukura dhe nëse do duam të shtojmë pikë në objektivin ton për grupin, do duhet japim pothuajse do të japim 100% ton në këtë ndeshje. Pyetja e fundit për Cicanin. Anton Cicani, Telesport. Në radhë parë suksese për 2 ndeshjet e radhës, mister. Kam 2 pyetje. E para lidhet me faktin nga analiza që kam bërë në ndeshjet që ne kemi zhvilluar, shoh që Silvinho, trajneri i Shqipërisë, nuk duket sikur ka një plan B nëse situata precipiton. Pra nëse skuadra futet në kaos dhe ka vështirësi që dalin nga ajo situatë. Dhe pyetja e dytë lidhet me Kristian Aslanin. Duket si një futbollist që ka shumë potencial, por ka shprehur vetëm 50% potencialit. Është gabimi që luan te Interi dhe nuk luan shumë dhe nuk ka besimin e duhur, apo është fakti që Kristian Aslani ka karakterin pak të vështirë për të nxjerrë gjithë maksimumin e tij? Faleminderit. C'è un plan B su questa cosa e la seconda domanda per Aslani, che lui è un giocatore che ha tanto potenzial, ma lui non sta dando più di diciamo 50%. È il suo carattere o il fatto che lui gioca con Inter non ha spazio per esprimere tutto il suo talento? Ma quanto riguarda la prima domanda, noi abbiamo ribaltato una gara contro l'Ucraina. L'Ucraina è forte, abbiamo ribaltato, è difficile, se tu vai
fa una pesquisa e vai là, quante gare si ribalta in un campionato europeo, vai. Quando tu prendi il primo gol, vedi che il percentuale, ma no, non parlo di nazionale albanese, parlo di calcio, vai là e dici quante gare sono ribaltate in campionato, in mondiale, in europeo, qualificazioni. Si bassa troppo. Vuoi dire che ogni volta che tu prendi un gol, lasci stare l'albanese o ogni nazionale, una squadra, una società, scendi tantissimo la possibilità di ribaltare una gara, da noi e da tutti, perché così è il calcio è difficile, dentro è molto dura. Quanto riguarda Aslani, non sono d'accordo, da noi fa sempre 90 minuti, segna, già 2 gol, è un calciatore che è giovane, un calciatore tecnico che sta sviluppando tanto la parte anche fisica, tattica. Da noi, nazionale albanese, Christian Aslani sta facendo un bellissimo lavoro. Io non so quanto sia 50%, 80, 70, ma lui gioca 90 minuti da noi, sempre, è un titolare di questa squadra, ha fatto praticamente tutto il percorso di qualificazioni, ha fatto un bellissimo europeo secondo me e sta facendo bene. Secondo noi, nazionale albanese, parlo Christian Aslani, nazionale albanese, sta facendo un bel lavoro. Quanto può crescere? Magari tanto, perché un calciatore cresce, ma da noi sta facendo bene. Ne rikujtoj që ne arritëm të rikthejmë të përmbysim rezultatin në ndeshjen me Ukrainën, e cila ishte një ekip shumë i fortë dhe doja të pyesja se sa ndeshje keni parë që të kthehen të arritë të përmbytet rezultati në europian, në kampionat, në botror, është shumë e vështirë sepse kur ti pëson një gol gjithmonë zbret mundësia për ta kthyer ndeshjen sepse i tillë është futbolli, është i vështirë. Ndërkohë, për sa i përket pyetjes për Aslanin, Aslani është lojtar që luan 90 minuta me ekipin ton, shënon 2 gola së fundmi, është lojtar i ri, teknik, i cili po zhvillohet shumë në aspektin fizik dhe në aspektin taktik. Mendoj që po luan shumë mirë, nuk ka rëndësi nëse nuk mendoj që ai po jep 50, 70 apo 80%, pa ai gjithmonë ka dhënë maksimumin me neve. Është titullar në kombëtaren shqiptare. Ka bërë një rrugtim shumë të mirë gjatë kualifikueseve për Europian, ka bërë një Europian shumë të mirë, po luan shumë mirë dhe patjetër ka mundësi të rritet, sigurisht sepse çdo lojtar mund të rritet, por mendoj që ai po bën ndeshje shumë të mira me ne. Mirë, atëherë faleminderit, kjo ishte pyetja e fundit. Ndërkohë kombëtarja do të nisë grumbullimin në ditën e hënë në shtëpinë e futbollit. Do të kemi edhe një program mediatikës stërvitor në ditën e vazhdim, ndërkohë që do të kemi edhe konferenca të tjera gjatë javës me futbollistët e kombëtarës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe gjithë mirë. Faleminderit, miro pafshi.